Në Elysee kam parë errësirën e botës rrëfimi i zonjës së parë të Francës, Brigitte Macron, nga Stefano Montefiori, nga Corriere della Sera. Zonja e parë, Brigitte Macron, hapet në një intervistë rrallë me gazetën franceze La Tribune. Është një lloj vlerësimi i viteve të saj në pallatin Elysee, në cilin hyri në 15 maj 2017, duke shoqëruar bashkëshortin e saj Emmanuel, dhe nga i cili do të largohet në pranverën e vitit të ardhshëm, pas zgjedhjeve të reja presidenciale në të cilat Macron nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë sepse kushtetuta ndalon një mandat të tretë radhazi. Brigitte Macron, 73 vjeç, një ish mësuese frëngjishtjeje, thotë se mban një ditar që ndihmon të përballoj kohrat e vështira me të cilën nuk ja ka treguar askujt. Ndonjëherë është e vështirë për mua të shoh qiellin blu. Më parë kisha një jetë normale, fëmijë, një punë, ulje ngritje si gjithë të tjerët. Këtu në Elysee, këto vite kanë kaluar kaq shpejt, kanë qenë kaq intensive, kam parë errësirën e botës, marrëzin, ligësinë. Ndonjëherë jam e trishtuar se kur më parë, në janar, disa nga ngacmuesit online të Brigitte Macron të akuzuar për përhapjen ose ribotimin e fyerjeve dhe thashethemeve në lidhje me identitetin e saj seksual dhe diferencën e moshës midis saj dhe presidentit u dënuan me deri në 8 muaj burg me kusht. Gjatë gjyqit, vajza e Brigitte Macron, 41 vjeç, foli në gjykat për të denoncuar vënien në pikpyetje sistematike të identitetit, gjinisë dhe integritetit të nënës së saj. Ajo gjithashtu ankua për përkeqësimin e shëndetit të Brigitte Macron, e cila kishte vuajtur nga një fushat dezinformimi që u përhap në të gjithë botën. Ky vorbull i pafund ka një ndikim në rritje në kushtet e saj të jetesës dhe të shëndetit, shtoi ajo. Çifti presidencial ka vendosur të luftoj fyerjet dhe teoritë e konspiracionit kundër tyre përmes mjeteve ligjore në Francë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një gjyq është planifikuar gjithashtu në Delaware në muaj të ardhshëm, konkretisht kundër influencueses amerikane Candace Owens. Emmanuel dhe Brigitte Macron kanë thënë se janë gati të dëshmojnë në gjykat dhe të ofrojnë provat e nevojshme për të dënuar ata që përhapin lajme të rreme rreth tyre.